Në fakt, ka ndalur raportet e fundit se çfarë dyshohet se i mori jetën artistit të mirënjohur shqiptar Shemit. Artisti i njohur Shamsi Krasniqi, i lindur më vitin 1955, është gjetur pa shenja jete pas ditën e djeshme në banesën e tij në Prishtinë. Siç mësojnë ekskluzivisht mediat në Kosovë, rrethanat e ngjarjes kanë qenë dramatike. Gjithçka ka nisur kur një grua me inicialet F.B, e cila kishte shkuar në banesën e të ndjerit për të pastruar, ka vërejtur një përkeqësim të menjëhershëm të gjendjes së tij shëndetësore. Sipas raportimit, dëshmitarja ka tentuar të japë ndihmën e parë, por në momentin që ka dalë nga banesa për të marrë ujë, dera është mbyllur, duke e bërë të pamundur rikthimin brenda në shtëpi. Kjo ka detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë, e cila ka hapur derën me forcë. Fatkeqësisht, njësia e emergjencës që arriti në vendngjarje mundi vetëm të konstatonte vdekjen e artistit. Dyshimet e para dhe gjetjet në vend të ngjarje, në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit e policisë, Forzenika dhe mjekësia ligjore në këtë mes, do me thënë që kanë dalur në vend të ngjarjes. Nga ekzaminimi fillestar i trupit nuk janë vërejtur shenja dhune në trupin e tij. Megjithatë, burimet bëjnë me dije se në xhepin e xhaketës së viktimës është gjetur një paketim i zbrazët i një pilule për stimulimin seksual. Ky detaj ka ngritur dyshimet fillestare se artisti mund të ketë pësuar infrakt si pasojë e përdorimit të këtij bari. Me urdhër të prokurores kujdestare, rasti është iniciuar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Do me thënë, sipas informacioneve, thuhet se në xhaketën e artistit Shemi është gjetur një pilul për stimulimin seksual, gjë e cila do me thënë dyshohet që ka ndikuar në ndrimin e jetës së tij. Por gjithsesi, prokuroria kërkon autopsinë, e cila do të vërteton gjithçka rreth ndarjes nga jeta së artistit Shemi.